klikave globaliste të ekstremit të majtë. Ne sot jemi për të thënë jo komunizmit, rikthimit të komunizmit në Shqipëri. Ne jemi sot këtu për të thënë jo shkatrimit të fëmijëve, shkatrimit të familjes. Ne sot këtu jemi të mbledhur të bashkuar në thamurin shqiptar. Shqipëria meriton të lartësohet. Familja duhet të lartësohet. Njeriu duhet mbështetet në Shqipërinë tonë. Mase kemi humbur shumë shka për gjatë këtyre 35 viteve, por nuk do të rënë kur që të në përkëmbet digniteti shqiptarëve, të në përkëmbet identiteti i fëmijëve, të vjetën lore, ardhmja e Shqipërisë. Unë jam shumë i gëzuar që sot këtu kemi një imam nga xhamitë e Tiranës dhe Verëm, që në përfaqësues nga Forumi Musliman i Shqipërisë, përfaqësues nga komuniteti muzhimore, përfaqësues nga Kisha Katolike, nga Kisha Ortodokse, që janë këtu, në të gjitha jemi qytetarë, teist dhe jo teist, të cilët janë mbledhur së bashku për bajtje rreziku për rezistencën e fundit, sepse ky projektigj nuk trajton vetëm çështje barazie. Në fund projektigji është zhbarazia më e madhe që ekziston. Unë dëshiroj që të falenderoj deputatët e Partisë Demokratike që janë këtu për banorë, nga historike e Partisë Demokratike zonë Sali Berisha, të cilës do të shkoj të falenderoj të gjithë deputatët vullë të mirë të Parlamentit të Shqipërisë, të cilët do të thonë jo këtij projekti sot.